Falënderimi dhe lavdërimi takon vetëm Allahut fuqiplot, atë e falënderojmë dhe vetëm nga I falë dhe ndihmë kërkojmë. Paqja dhe mëshira qofshin me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të sinqert dhe mbi të gjithë muslimanët që do pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të ndershëm vëllezër, shkurtimisht do të flasim për djallin apo shejtanin që Allahu e ka krijuar si shejtan, si djall, si xhin, edhe për njeriu shejtan. Do të thonë dy raste të ndryshme i kemi, kur shejtani është shejtan edhe kur njeriu është shejtan. Cila është më e mirë, cila është më e keqe, asnjëra nuk është e mirë, të dyja janë të këqija, mirë po njëra është më pak e keqe. Si vjen kjo I vjen që më mirë me qenë shejtan se sa njeri shejtan. Sepse njeriu shejtan ja shkon edhe shejtanit. A shejtan me qenë Allahu ashtu e ka krijuar dhe puna e tij ti merr njerëzit, I thret njerëzit në punë të liga. Shumë ajete në Kur'an na tërheqin vëmendjen se si të mbrohemi nga djalli I mallkuar, por secili prej nesh ka për obligim ta dinë se shejtanin Allahu e ka krijuar për njeriu për ta sprovuar. Allahu në Kur'an thot: Inna shejtane kana lil insani aduwwan mubina, me të vërtetë shejtani apo djalli është armik I përbetuar dhe I qartë I njeriu. Të ndershëm vëllezër, kujdes të gjithë duhet të kemi nga metodat e tij, sepse aq metoda të komplikume dhe të përzjera I ka shejtani saqë ndonjëherë mendojmë se punë që I bëjmë janë rregull. A nuk janë rregull. E para, ne si njerëz nuk kemi të gjitha zgama, kemi edhe frikacak, kemi edhe të mesëm. Mirë po shejtani apo djalli e përdor metodën e frikës të njerëzit, posaçërisht të frikacakët. Allahu Gjeleshanu thot: ai është shejtani I cili frikson njerëzit apo besimtarët dhe u amundson të ndjekin rrugën e tij, e as se si rrugën e Allahu subhanahu wa taala. Allahu thot: "Wala takhafun wa khafuni." Mos u friksoni shejtanit, po më friksoi mua. Mirë po ndonjëherë ne aq shumë na ka ndorë ai sa që më shumë miremi dhe ngushtohemi dhe mërzitemi se si kemi rënë në ndikimin e shejtanit e nuk mërzitemi se nuk e adhurojmë edhe nuk I friksohemi Allahu subhanahu wa taala. Kjo e para, metoda e zbukurimit. Ju e shihni tash këtë kohë kur gjithçka që është haram shumë bukur tregohet. Nëpërmjet reklamave, nëpërmjet ka do që shkojmë ne, harami na servohet shumë diçka shumë e bukur. Diçka shumë e mirë. Prej pijeve të ndaluara, hajeve të ndaluara, shiqimi I ndaluar, gjithçka që është ndaluar, neve na tregohet shumë normale. Se atë e bukur e zbukurojnë, Allahu Gjeleshanu thot kur shejtani atyre u bëri haramet e bukura ose të bukura dhe u tha: sot nuk ka kush prej njerëzve që ju mundën. Më thanë tash, aq bukur na servohet harami sa që ne bi prej e saj. Ndoshta jonë të gjitha haramat, ama se cili prej nesh diçka u ka dorëzu. E treta, metoda e mbisundimit, metoda e kaplimit, metoda e kapjes, metoda e mos me të lanë asnjëherë rahat. E ne si njerëz nuk jemi rahat nga shejtani, kjo normal, po mos I shejtanin ne nuk do të kishim gabime realisht. Shejtanin Allah e ka lënë me na ngacmu neve dhe me mat imanin tan, sepse imani jezid wa yanqus, rritet dhe zvoglohet, rritet me vepra të mira, zvoglohet me vepra të liga. Edhe pa e pa shejtanin ti se ne madh veten se ku je. E katërta, armiqësia dhe urrëtia që e mbjell shejtani ndërmjet neve. A kjo është evidente shumë. Ne si një komb jemi të përçam shumë, një fe jemi të përçam shumë, e mos flasim me kombe tjera dhe me fe tjera. Se shejtani, puna e shejtanit me I përçam njerëz. Shembull, çka bën?
e përçan njeriu e ndan prej gruas, gruan e ndan prej burrit, e ndan prej familjes ngushtë, e ndan prej shoqërisë, e largon nga veprat e mira kështu më radh. Allahu thot Kur'an, inma yuridu shaytan an yuqa. Me të vërtetë shejtani don bainakumul adawa wal baghdha, që ndërmjet jush të mbjell armiqësi edhe urrëtie. Edhe këtë me një dosë e ka realizuar. Mirë, po të ndërshëm vëllezër, dietarët islam kanë thënë, kur kanë folë për shejtanin shejtan, edhe për shejtanin njeri, dy pjesë kanë ndarë. Shejtanin xhin, do të thonë që nuk e shohim, edhe shejtanin njeri. Po ashtu dietarët kanë thënë se shejtani njeri është më i rrezikshëm, edhe më i keq, edhe më armiqësor, edhe më i pamoralshëm se sa shejtani shejtan. Pse unë e përmenda më herët, shejtani ndoshta don njerëzit të bën ka vetja, ama jo të ambisudon këtë botën, se s'mundet me realizu. Se Allahu nuk e lejon, ai ka punë të veta të caktuara. Ama njeriu aq pisa, aq i keqën, sa vetë botën, veç një njeri me lon, son shejtan, do krit botën me sëndu. Me haram e me halal, nuk intereson. E me vrasje, me imoralitet, me qka ti vjen në dorë, aje e bon, veç me qeni parë. Do me thonë, ki tash, a ja shkon shejtanit, a nuk ja shkon shejtanit? Ja shkon. Tregohet në histori, shejtani ka pas një debat me një kryetar të një shtetit arab, s'pe për me dembrin, i ka thonë shejtani, jo, ki kryetari i ka thonë, si dënon të njerëzit, çka u bën një, aja ka nisë mi tregu ato variantat dhe metodat. Ka thonë rregull, i ka shkrujtoj metodat shejtanit që i përdor për mi shkatru njerëzit. E kur e ka nisë mi shkrujtoj kryetari i shtetit arab, edhe shejtani u ka habit. Ka thonë, vallam, ma ban halal, ama ti, po ma shkoj ke muti, ma shejtan se unë kane. Musëm ka shku për mendja, kështu mi dënu njerëzit. E njeriu ti ka shku mendja, me ja shku edhe shejtanit. Sepse ju e shifni në përbot, kur një grupi i vogël i njerëzive, çfarë drejta pa lidhje, të pamoralshme kërkon, edhe kitë bota e ndihmon, a ka vende, shtete, që njerëzit asnjë drejt nuk e kanë, jetojnë në nënçizme ushtarake, edhe askush në botë nuk fol. Para çka njeriu më shejtan se shejtani. Se ku i konvenon, ku ka interes, intervenon, për me shkatru, për me fitu, ama ku s'ka interes, nuk intereson, a keni drejt, a s'keni drejt. O, njerëzit nuk kanë drejt shkollimit në botë, njerëzit nuk kanë drejt gjuhës në botë. A keni po çfarë drejt a shkoni, ma të flamurat, flamura, edhe do të tjerë, të shqiptarë, kër i shoh do të mençëm, do të luajnë, aplaus. Ama, kom të gjuni fjallën ima dana za me këdana. E vjen dita inshallah. Mon këtë bon botën tjetër, Allahu dhe lëshanë më skujtoj dhe kur që ka me ikë, asku se në ikë. A ka të qka që me Allahun, Allahu ka thonë, eja me gabimen dhe i meja, mos shko me gabimen dhe njerëzve. Mjerë për ata që na lodhin dhe na mundojnë me kështu vepra që njeriu i ditur dhe i mençur, pa hiç më mes me ditë. Njeriu edhe më i pa ditur, veç kur ti tregoj se çka janë ato bën, thotë, ik lart. Hiç tabollara son njeri. Stop, hiç merr vesh kur gjan. Ama veç kur ti thuaj se kena bën jetë, burrat mi martu me burra, ai thotë ja valla, unë po në me tabollara sa ama ju kanë më kështu njeriu që o njeri, pak me pas mend këtë haram nuk e ban. Të ndërshëm vëllezër, çdo njeri që bashkëpunon me shejtanin, apo është ushtari i shejtanit dhe i afron njerëzit në haram, quhet fatkeqësisht shejtan. E dyta, çdo kush, çdo njeri që mundohet të ndar një vajzë dhe një djalë që janë të martuar, on shejtan. Dhe çdo njeri që shkakton fitne, fesat, përçarje ndërmjet njerëzve, on shejtan. Për në fund, bota neve tash
si mundohen të na gënjejnë? E para, fesat, s'ka me thonë fesat përçarje. Ata e quajnë reformë. Për shembull, kjo punë që janë të ndodhur tash, ato këto drejtat që i kërkojnë, kjo përçarje, ama ata e quajnë reformë. Do me thonë, pa këtë reformë, ti nuk mundesh marrë të unë. E dyta, fitnet, problemet e familjare, problemet, llojshmëria e problemeve, ata si e quajnë, do me thonë, djali, vajza, mos kanë qka e pyesin babën dhe nanën, duhet mu shliru, duhet me qenë të lirë. Do me thonë, fitnen e quajnë shlirim. E treta, tradhtin ndaj Allahut, ndaj familjes, ndaj kombit, ndaj fesë, ndaj shokëve, ndaj kretëve, e quajnë, do me thonë, në një aspekt, ta them, ndoshta e kam gabim një lloj patriotizmi. E po, dje një foto e poshtë ato kishin dali lipsin drejta edhe një shqiptar me flisin e barbe kur e pa është mërzita ama i gjënojnë që kanë rejka thonë hajsin ato lip drejta po di rogat me nahibat dhe qka i ka dal se nuk ma mërmendja që mi i thonë ati pse kina dal që kish dal juva ja mërmendja shto po mu hiq me s'ma mërmendja që në këmë thonë shqiptarve, pakistanezve, afganistanezve janë disa popi hiq si ka hije kjo punë Hollandezve, s'ka dunet bajnë të në fundit, se s'janë e përmejnë dhe përgjëm, nuk janë krejt. Nuk janë, mësë me dëni që se Hollandez ma shumë të zënshëm janë, drejta, mësë me dëni që janë ato, se ato gjithë ditë me lullë mirën, bjedhin lullë, ato punojnë. E di po neve nga të regojnë që, ju, duhet më bon si ne, në të kujtu që si ata, ato parët gjep, ne, më falë një shprejt, tingallë. Zotit tingallë dhe në gonë, që ato vazhdu. Pse tu mundu kitë dënjan të zanë, s'mundesh. Edhe zinan, tash ose këtë mëkatin a do më bon i qytetruar, a do më bon i përparuar, po ati s'mundesh veç me një gruja, ti dush mi pas 5-6, ajo gruja e veç me një bordi, ja, veç, 7-8, se sa dhe njavë, dush me bodi qka. Se a do më bon i qytetruar. A qytetrimi maj madh arrijet kur njerëzit e bisedojnë qatë që aqë mlef kam sa që më ven mare turp mi thonë në të fjallin që e përmendin në botë. Devijimin të ndeshën vëzër, devijimi në shumë aspekte që ndodhë e quajnë i prosperuar, do me thonë, prosperitet apo i civilizuar, edhe largimi nga feja është progres bashkëkohor, si do qoftë, neve musliman, shumica tonë këtë lagjen tonë, bile 99.9% jemi shqiptar, as si musliman nuk në kanë hije këta punë, as si shqiptar, as si familjar, qofshin bura e gra, femra e meshkuj, djem dhe vajza, 3 dhe 10 vjetër, banjament të ndërshëm dhe zërë, qka kina me mbjell, kina me korë, nëse shkojmë pas Allahut, rruga e Zotit, Allah do shta ka thera, ka gjemba, ama ma mirë me thera ka pake t'i dalin gjenetit se sa me ecë mbi ëmbëlsira e pastaj ato ëmbëlsirat që botën e servan e pastaj t'futim në gjehenem edhe asë njerë mos me dalë për ati. Ne jemi aq të ditur, aq bura, aq të civilizuar si pas fejës dhe kombit tanë sa që këtë dukuri duhet me luftu bashkë. Edhe kina me luftu insha Allah e pastaj kërkojmë mbështetjet e Allahut që të na mbron nga çdo shejtan që quhet njeri dhe nga çdo shejtan që është gjin. Inshallah Allah na udhëzon edhe të gjithëve së bashku në xhenet në son. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ana wa iyyakum min adh-dhikr al-hakim wastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على قائد المؤمنين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون